Leonit ju njoftoj lidhur me aktivitetet që sot janë përmbyllur. Sot në ditën e 10 pas ditës së zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka arritur që të përmbyll procesin e numërimit të gjitha fletvotimeve që i takojnë zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës. Në orën 14 të ditës së sotme mërkur 17 qershor, është përmbyllur numërimi të gjitha fletvotimeve që i takojnë votimit me post jashtë Kosovës, ndërkaq numërimi i fletvotimeve nga votimi me kusht dhe i personave me nevoja të veçanta është përmbyllur në orën 18:30. Për rikujtim, nga data 8 qershor dhe deri më tani 17 qershor, KQZ ka zhvilluar këto aktivitete kryesore. Në 38 qendra komunale të numërimit është bërë verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga formularet e plotësuar në 2498 vendvotime të rregullta dhe numërimi i votave të kandidatëve për deputet nga këto vendvotime. Në qendre numërimi dhe të rezultateve është bërë numërimi i fletvotimeve nga votimi në 47 vendvotime të 30 përfaqësive diplomatike të Republikës së Kosovës, i zhvilluar me 6 qershor dhe ku kanë votuar rreth 23.000 shtetas të Kosovës, si dhe numërimi i rreth 83.000 fletvotimeve nga votimi përmes postës. Gjithashtu, në qendre numërimi dhe të rezultateve është bërë numërimi rreth 8.700 fletvotime me kusht nga 52 vendvotime të tilla dhe numërimi i rreth 1.840 fletvotimeve nga votimi personave me nevoja të veçanta. Leonit ju njoftoj se gjatë ditës së sotme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendim për të rinumëruar fletvotimet e 185 vendvotimeve të rregullta, të cilat paraprakisht janë numëruar në qendrat komunale të numërimit gjatë javës së kaluar. Ky numër përbën 7.41% të vendvotimeve nga gjithsej 2498 vendvotime të rregullta, në të cilat është zhvilluar votimi me 7 qershor. Rinumërimi i këtyre vendvotimeve do të fillojë të njëjtën në mëngjes, pra me 18 qershor. Kjo mas kontrolli është marrë nga KQZ për të adresuar problemet e evidentuara në disa nga qendrat komunale të numërimit gjatë numërimit të votave të kandidatëve për deputet nga zgjedhjet e dhjetorit të vitit të kaluar dhe ka për qëllim të sigurohet se numërimi është zhvilluar me saktësi. Gjithashtu po përgjigjem edhe në disa pyetje që pak më herët kanë pranuar prej kolegëve të mediave edhe prej atyre që janë këtu, që kanë të bëjnë me shpalljen e rezultateve përfundimtare. Siç e kemi sqaruar edhe në raste të tjera, e drejta për ankesë lidhur me administrimin në qendrat komunale të numërimit, si dhe në qendrën numërimit dhe të rezultateve, është një drejtë që palët kanë mundur ta shfrytëzojnë në vazhdimsi brenda 48 orëve nga ndodhja e shkeljes së supozuar. Edhe për administrimin e numërimit në ditën e fundit, këtu në QNR, sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, ankesat mund të dorëzohen me shkrim në panelin zgjedhor për ankesa dhe për ashtresa brenda 48 orëve nga ndodhja e shkeljes së supozuar. Në rast se brenda 48 orëve nuk do të ketë ankesa lidhur me administrimin e numërimit në ditën e fundit, KQZ është e gatshme për të proceduar me shpalljen e rezultateve përfundimtare, ndërsa nëse do të ketë ankesa, atëherë KQZ do të pres vendimarrjen e institucioneve përkatëse dhe do të zbatoj vendimet nëse ato e obligojnë KQZ-n. Dhe vetëm atëherë mund të shpallë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Këto janë përditësimet e fundit nga procesi në qendrën numërimit dhe të rezultate, por në përgjithësi pas ditës së zgjedhjeve. A ka ndonjë pyetje? Po sipas përgjegjësive, menjëherë pasi është vërtetur kjo gjë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar institucionet përkatëse, dhe me qenë se çështja është nën hetim e sipër në këtë rast, ju lutem mund t'i drejtoheni sigurisht prokurorisë së shtetit, ku mund t'ju japin më shumë detaje, me qenë se kjo çështje është në hetim e sipër prej anës së tyre. Në fillim të këtij procesi zgjedhor, KQZ ka planifikuar që kohën se kur mund të shpallen rezultatet përfundimtare dhe pastaj certifikimi i tyre. Pra, këto kanë qenë vetëm planifikime, duke pasur parasysh afatet ankimore, por edhe përvojën nga proceset e kaluara zgjedhore. Shpallja e rezultateve përfundimtare sipas planifikimit të KQZ-s ka qenë që të bëhet deri më datë 26 qershor, ndërkaq certifikimi deri më datë 6 korrik. Mbi bazën e duke pasur parasysh dinamikën dhe ecurinë e proceseve që janë zhvilluar qoftë në qendra komunale të numërimit apo edhe këtu në qendrën e numërimit dhe të rezultateve, jemi në rrugë të mirë që shpallja këtyre rezultateve të bëhet më shpejt se sa planifikimi që ishte bërë më herët nga KQZ.
Besoj që këtë çështje ne do ta qartësojmë edhe më shumë gjatë ditës nesërme, sidomos edhe pas procesit të rinumërimit.